të ja fjalën me zotit Kikia dhe... Se do të hapa shumë... Jo, e hape pak, po do përmblidhemi ne prapë, do shkojmë tek atë. Duke vënë dorëheqjen. Pra, lirin mund ta fitonte vetëm nëpërmjet dorëheqjes. Edhe mirë pa e zgjodhi betejën, se kjo është betejë. Po. Dhe ai ishte një ngërç të madh, sepse ai është kryetari i bashkisë sot, edhe nuk ka gjykatës që të vendos. E kupton lirimin sepse do ngrihet prokurori do thotë, shiko, ky thot mund ta përsëris thot këtë vepër thot. E kupton? Ky është problemi dhe duhet të ndajmë një gjë. Erion Velia sot ka marrë një fitore morale. Fitore morale. Sepse po një proces i pa rregull ka nxjerrë zbuluar presidentin, ka nxjerrë zbuluar kryeministrin si një njeri i cili ligjin e ka të fundit në llogari. Dakor? Edhe kaq është kjo betejë. Por kjo s'ka të bëj fare me fabulën e fajësisë, sepse spaku nesër mund të shtojë edhe 3 akuza të tjera, e kupton? Të cilat janë ato shkaqjet reale të cilat do të çmohen. Mund të hapen fashikuj. Do të çmohen në rastin e lirimit ose jo, pra të fitimit të lirisë ose jo. Pra mund të shtohet akuzë